Në Fakultetin e Studimeve Islame në Prishtinë u shënua sot 20 vjetori themelimit të Departamentit të Gruas në kuadër të Bashkisë Islame të Kosovës. Në organizim u theksua se themelimi i Departamentit të Gruas para 2 dekadave ishte një hap i rëndësishëm drejt fuqizimit të rolit të gruas në jetën fetare, arsimore dhe shoqërore. Përmes aktiviteteve, trajnimeve, veprimtarive humanitare dhe mësimdhënies, ky departament ka ndikuar në mijëra familje dhe ka krijuar një trashëgimi të fortë edukative e morale. Udhëheqësja e Departamentit të Gruas, Vaxhide Podvorica Bonjaku, në këtë ditë të rëndësishme, pasqyroi rolin dhe suksesin e departamentit në fusha të ndryshme, por thelbësore për shoqërinë tonë. Misioni ynë është të fuqizojmë gruan muslimane në të gjitha dimensionet e jetës së saj, fetare, morale e shoqërore, përmes projekteve, trajnimeve dhe bashkëpunimeve të ndryshme. Synojmë të ndërtojmë gjenerata që e ruajnë identitetin fetar, e forcojnë rolin e tyre në familje dhe shoqëri, duke qenë shembull frymëzimit për brezat që vijnë. Roli i gruas është i çmuar në çdo fushë të jetës. Aktivizmi i saj në shoqëri gjithnjë ka qenë dhe do mbetet i domosdoshëm dhe thelbësor, pasi që ajo është tylla që mban gjallë familjen, shoqërinë, duke e bërë një ulë lidhëse mes vlerave dhe sfidave të kohës. Kryetari i Bashkisë Islame të Kosovës, Miftiu Naim Tanava, vlerësoi punën e Departamentit të Gruas dhe rolit të tij në forcimin e institucioneve të Bashkisë Islame dhe në veçanti punën e mualimeve në edukimin fetaro-arsimor të rinjve. Shumë fëmijë të reja, por dhe gra në moshë të thyer, udhëzuan drejt njohjes së Islamit dhe parimeve madhështore të fesë sonë përmes Departamentit të Gruas, duke përvetësuar njëkohësisht edhe leximin e Kuranit fisnik dhe mësimin për mençtë të tij, përmes mësuesve dhe mualimeve tona në tërë territorin e Republikës sonë. Ky angazhim i palodhur jo vetëm që i pasuroi mendjet e tyre me dije, por edhe zgjoi në zemrat e tyre një vetdije të re shpirtërore, duke i lidhur thellësisht me vlerat, moralin dhe dritën udhëzuese të Islamit. Në këtë përvjetor jubilar, këto fjalë marrin kuptim edhe më të thellë, nga se për 2 dekada me radhë ky departament ka dëshmuar se fuqia e gruas muslimane shqiptare është dritë që ndërton, forcë që edukon dhe urtësi që e çon përpara mbar shoqërinë tonë. Në anën tjetër të pranishëm në këtë organizim ishte edhe zëvendës kryeministri e Kosovës Emilia Rexhepi dhe nënkryetaria e Kuvendit Albulena Haxhiu, të cilat vlerësuan jashtëzakonisht rolin e Departamentit të Gruas në fuqizimin e secilës grua dhe vajzë të re në Kosovë. Të dashur kryetare, ju faleminderit shumë për ftesën, në emër tim personal, në emër të institucionet e Republikës e Kosovës, unë ju uroj shumë sukses në të ardhmen. Një 2 dekadësh përkushtimi, pune, edukimi, dialogu, por po ashtu edhe ngritje të zërit të gruas në hapësirat tona shoqërore, por edhe fetare. Para se të vazhdoj, më duhet të falenderoj përullësisht Miftiun Naim Tanava për këndvështrimet, botkuptimin që e dha, dhe mendoj që fjala e tij është inkurajim që të vazhdoni tutje punën dhe angazhimin, sepse përmes fjalës së tij ai e tha qartë se si feja islame e sheh rolin e vajzave dhe grave në shoqëri, por po ashtu edhe në familje. Në këtë organizim u ndan mirënjohje për teologët dhe aktivistët e para, si dhe për bashkëpunëtorët që kanë kontribuar në rrugtimin 20 vjeçar të departamentit. Pjesë e shënimit të 20 vjetorit të themelimit ishte edhe ekspozita me fotografi që paraqet punën 2 dekadëshe të këtij departamenti.